shoqëria njerëzore në fillimet e saj ndahej në bazë të profesioneve si sindikata, domethënë po i quaj si sindikata, po i quaj që ishin muzikantët, piktorët, masonët kanë qenë gur ndërtues, kanë qenë po. Fjala mason thot murator. Murator, po. Po murator kishte kuptimin e atyre që ndërtuan kryeveprat e arkitekturës botërore. Që ishin arkitektët ata që ndërtonin kryeveprat që janë gjëra që besoj se dje nuk ndërtohen dot, edhe pse teknologjia ka shkuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe ishin artistë, Flasim edhe për piramidat e Egjiptit, më duket, ëh? Po. Çfarë? Dhe ndërkohë që shoqëria njerëzore ka kaluar gjithmonë në periudhat më të errta të qeverisjes, nga monarkia, perandoria, oligarkia, autokracia, papati, gjithçka, pushteti i përqendruar në dorë e një personi apo një grupi shumë të vogël njerëzish, të cilët ishin kundra humanizmit, kundra njeriut, e shtypnin njeriu. Dhe gjithmonë dihet që ju artistët jeni më sensitiv, ndaj jeni më të ndjeshëm sepse derisa krijoni art, derisa ju të dy prodhoni muzikë, tregon që sensitiviteti juaj është hyper, është hipersensitivitet që ju arrin të ndjeni lëvizjet deri lëvizjet kozmike thuhet në metaforë, më kupton dhe do të ndikoj se është diçka e cila është diçka metafizike, nuk është diçka fizike tek ju. Dhe përjedhë ishin më të ndjeshëm ndaj shtypjes, ndaj këtij diktati që krijohej. Dhe në mënyrë të fshehtë, okulte sigurisht, sepse s'mund të dilje përballë pushtetit, krijuan disa organizime, disa celula që punonin për të rrëzuar këto lloj pushtete. Ishin opozitare, domethënë. Opozitar, ilegalitet. Dhe sigurisht dhe artistët më të shquar, kryesisht të zejeve të tjera, po të quaj, ju bashkuan muratorisë së lirë. Ju bashkuan muratorisë së lirë dhe u bën një dhe punonin kundra regjimeve dhe gjithmonë historia e njerëzimit tregon që kundra pesha e të keqes ka qenë e mira, ka qenë masoneria. Por ju e dini që gjithmonë një gjë që është e fshehtë të krijon një konnotacion negativ. Shto këtu dhe gjithë makinerinë e propagandës që kanë pasur pushtetet dhe armiku i tyre më i madh ka qenë masoneria dhe kanë hedhur një vellë shumë të zezë mbi masonerinë. Dhe deri sot e kësaj dite janë të këqinjt. Ndërkohë, masonët më të famshëm po them kanë qenë duke filluar nga George Washingtoni.